Vazhdojmë me një material nga Maqedonia, ku ndërmjetësi në polemikën greko-maqedonase për çështjen e emrit, ambasadori Matthew Nimitz ndodhet për një vizitë në Shkup, ku ai tha se ka parë një qëndrim serioz dhe konstruktiv të Shkupit zyrtar në lidhje me problemin. Ndërkohë që zoti Nimitz nuk ka sjellë me vete ndonjë propozim për zgjidhjen e çështjes dhe autoritetet qeveritare maqedonase nuk tregohen të gatshëm të bëjnë lëshime, popullata e vendit duket se është lodhur mjaft me zvarritjen e këtij problemi. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Ndërmjetësi në çështjen e emrit Maqedonisë, Matthew Nimitz ka pasur mundësi që prej dje pas dite kur arriti në Shkup të vlerësojë qëndrimet e autoriteteve maqedonase në lidhje me këtë çështje që zgjat gati 20 vjet, para se të udhtojë për në Athinë për të takuar me zyrtarë të lartë shtetëror atje. Ndërmjetësi sa herë që vjen për takime i cilëson bisedat si konstruktive, por në fakt ai vetë nuk ka sjellë ndonjë propozim për zgjidhjen e problemit, ndërsa pala maqedonase nuk duket se është e gatshme të pranojë një kompromis që do të shtonte emrit të këtij shteti një atribut për ta dalluar atë me rajonin në Greqi që mban të njëjtin emër, Maqedoni. Ambasadori Matthew Nimitz tha se shpreson që pas vullnetit të madh që ka parë në Shkup për zgjidhjen e problemit dhe pas vizitës në Athinë do të intensifikohet procesi për zgjidhjen e çështjes së emrit që ka qenë për një kohë shumë të gjatë në agjendën ndërkombëtare, siç tha. Zoti Nimitz tha se nuk ka sjellë me vete ndonjë dokument të shkruar apo plan të ri, ndërsa tha se sugjerimet që ka bërë prej vitesh ende vazhdojnë të jenë në tryezë. Çështja e pasgjidhur duket se po krijon tensione për brenda vetë Maqedonisë. Partia e kryeministrit Gruevski, VMRO DPMNE, pothuajse është e vetmja që ka durim dhe nuk i shpejtohet për ta zgjidhur problemin, ndërsa gjithkusht tjetër dëshiron që çështja të gjejë një zgjidhje sa më të shpejt në mënyrë që proceset tjera të shkojnë përpara. Shqiptarët gjatë gjithë këtyre viteve kanë qëndruar disimënjan, mbase duke mos e parë problemin si të vetin. Është çështje e definimit të territorit të një pjese të Maqedonisë gjeografike, e cila historikisht ka qenë pa definuar. Ajo është ndarë në 3 pjesë, një pjesë që është në pjesën greke, një në pjesën bugare dhe pjesa tjetër në Maqedoninë e Sodit, por që asaj kohe është ndarë mbretërisë serbokrate slovene. Mbretëria e cila nuk ekziston dhe trashëgimtare e asaj Jugosllavia nuk ekziston. Dhe tani duhet definuar se kuj dhe kush do të jetë trashëgimtari i kësaj pjese të Maqedonisë gjeografike apo antike. Analisti Rizvan Sulejmani shikon nga ana tjetër një vullnet të madh të Bashkimit Evropian për t'i ndihmuar Maqedonisë. Jo zyrtarisht, propozimi Republika e Maqedonisë Veriore ose Republika Veriore e Maqedonisë kanë qenë në tavolinën e bisedimeve greko-maqedonese që para 7 muajsh. Autoritetet në Shkup nuk e fshehin frikën se me ndryshimin e emrit vendit do të preket edhe vetë identiteti i tyre kombëtar. Maqedonia ka një shans që i ka ofruar komunitetin ndërkombëtar përkatësisht NATO-ja dhe Bashkimi Evropian që ta zgjidhë çështjen deri në fillim të verës në mënyrë që të bëjë hapa më të shpejt drejt integrimit në këtë organizata. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.